Këshilli i Ministrave është duke rishikuar për herë të dytë buxhetin e vitit 2025. Përmes një njoftimi zyrtar, Ministria e Financave e Republikës së Shqipërisë lajmëron se ky rishikim vjen pas një analize të bërë të performancës 5 mujore, të ecurisë së zbatimit të projekteve si dhe të vlerësimit të pritshmërive për realizimin e tyre të mëtejshëm. Kështu parashikohen të alokohen ose rialokohen 11.8 miliard lekë. Këto para do të fokusohen për mbështetjen e sektorëve prioritar, ashtu sikurse në nxitjen e mëtejshme të investimeve publike bën me dije ministria. Nga këto para 5.6 miliard lekë parashikohen të rialokohen për të siguruar fondin e sigurisë digjitale dhe në mbështetjen e rritjes ekonomike të qëndrueshme përmes përmirësimit të infrastrukturës kombëtare. Rreth 3 miliard lekë shkojnë për miratimin e një skeme të re të garancisë sovrane për sektorin e bujqësisë. Kjo ka si qëllim rritjen e aksesit në financë nga ndërmarrjet e vogla e të mesme, po kështu këto para parashikojnë edhe krijimin e kushteve për rritjen e kapaciteteve prodhuese të konkurrueshmërisë për këto ndërmarrje në sektorin e bujqësisë. Së fundmi parashikohet që të bëhet rishpërndarja e fondeve të brendshme në kuadër të përmirësimeve në teknologjinë e informacionit në administratën publike. Në njoftimin e ministrisë thuhet se deficiti buxhetor mbetet i pandryshuar në nivelin rreth 68.1 miliard lekë dhe si rrjedhim edhe borxhi publik ndryshon.